Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës akrepit. Uroj të jeni mirë të dashur akrepër. Arsyeja që u zhduka një periudhë, vuaj nga ernia diskale, operuar 2 herë dhe sikur nuk po gjej derman. Dhe ko pas kohë kështu bëhen keq sa që nuk qëndroj dot ulur. Të dashur akrepë, po fillojmë apo java juaj do jetë goxha dinamike. Po filloj me letrën e juaj që përfaqëson akrepin. Vdekja është letra e akrepit. Të dashur akrepër, një mbyllje madhe, një ndryshimi pashmangshëm, diçka që duhet të përfundoj që ti të mund të rifillosh nga e para. Kanë letra goxha një javë jo fort e lehtë, do ta thosha, edhe pse kjo mund të duket dhe të tingëlloj rëndë, është shenjë e një transformimi që të pastron rrugën nga e vjetra. Dhe pas kësaj duke përmbyllur diçka sikur do bëhemi pak në mes që flet për një zgjedhje, një balancë mes 2 opsioneve, pasi një derë të mbyllet, 2 të tjera mund të hapen. Ti do të duhet të vendosësh, por edhe të ruash ekuilibrin mes asaj që mendon dhe asaj që ndjen. Do thotë të jesh konsistente në ato, të dashur. Do thotë po hapet dhe 2 gjëra të tjera, një përfundim, por që nuk do thotë patjetër 2, mund të jetë vetëm 1, por që në mes të 2 opsioneve mund ta quaj ashtu. Dhe pas kësaj hapje, pas kësaj përmbyllje për të zgjedhur diçka, ja po lind një bashkëpunim, ndihmë, mbështetje nga të tjerët, pavarësisht ndryshimeve që je duke kaluar të dashur akrepë, nuk je vetëm, dhe kjo gjë është e bukur. S'ka gjë më të bukur kur kemi njerëz rrethin ton që vërtet të them na bën të mos ndihemi apo ta ndjejmë vetmin. Bashkëpunëtorë, ka njerëz që duan të jenë pranë teje dhe të ndihmojnë. Ky është një kujtim se lidhjet e forta ndërtohen me bashkëpunimin e kam patur dhe të juajin. Dhe 5 të lajtive që tregon paksa që flet pak barr, lodhje dhe ndjenja se po mban shumë mbi supe. Mund të kesh periudha ku gjithçka duket e rëndë pas këtij përmbyllje, pas kësaj vdekje, kur çdo gjë sikur po i lë anash për të rifilluar diçka. Mund të ketë tash pra këto, dhe kjo është ajo pjesë e procesit të transformimit. Kjo javë të fton të mos mbash çdo gjë vetëm. Kemi njerëz që mund të ndash dhe barën, dhe problemet, dhe gëzimet, të qash dhe të qeshësh me ta. Do të jesh vërtet me fat akrepër, jo të gjithë kanë njerëz me ato që lexoj, që i përkrahin. Pra, duhet të ndash peshën dhe me të tjerët nga që i ke afër. Pas 5 lajtive vjen mbretëresha e zemrës, një figurë dashurie, butësie që akrepi e ka në fakt këtë. Mbështetje, mund të jetë dikush që të jep ngrohtësi në mes të gjithë kësaj jave dinamike, ose një pjesë e jotjas që zgjohet për të kujtuar se dashuria është forca që të mban në këmbë. Tani, kur them dashuria shpeshherë ngatrojmë, nuk është dashuri vetëm për dikë. Dashuria është për veten, dashuria është për fëmijët, për nënën, babain, miqt, familjarët, për gjëra të ndryshme, për kafshë, për gjithë. Do thotë, sikur po të rizgjohet ajo, dhe kjo ka të bëjë me këtë vdekjen këtu, për këtë transformimin të madh. Pra, në fund të dashur akrepër shfaqet kulla, një shëmbje pra që ka qenë e papritur, që ka trënditur me një farë mënyrë dhe themelet e juaja. Edhe pse mund të duket dramatike, gjithë kjo është letra e çlirimit. Gjithçka që është ndërtuar mbi gënjeshtra, iluzion ose themele të dobta, bie poshtë. Nga kjo shëmbje linde vërteta dhe mundësi e re për të ndërtuar diçka më të fortë. Pra, të dashur akrepër, kjo javë do të provoj me ndryshime dhe tronditja në kuptimin e saj se sado të këqija të jenë situatat që jemi
duke jetuar sikur është një lloj komforti, aty të mësuar jemi. Dhe kjo mund të jetë rrënditja. Një kapitull mbyllet dhe mund të ndihesh kogja apo i mbi ngarkuar, por njerëzit e duhur do të jenë pranë teje për të mbështetur. Mbretëresha e zemrave të kujton se dashuria është rrënja e forcës sate. Personi, karakteri pra. Në fund, kulla çliron gjithçka që ishte që nuk ishte vërtet, duke hapur rrugën për një fillim më të pastër dhe kogja më të fortë. Do jetë një javë dinamike të dashur akrepër për ju, por që do jetë vërtet rilindje dhe një ndërtim ashtu siç e dëshironi vetë.